musafirin tonë të parë, ku në studio kam të nderuar dhe shumë të respektuar profesorin Jusuf Buxhovi. Profesor, mirë se erdhët në studio të First Channelit. Mirë se gjem. Profesor, sot është një festë e madhe, festa 28 nëntorit, dhe është ndër dhe kënaqësi të jeni në studion e First Channelit në emisionin të cilën e kemi bërë maraton gjatë gjithë ditës për hir të festës, po sot kemi edhe një festë në ndërlidhje 2 vjetori i hapjes së televizionit First Channel. A mund të na thoni, profesor, ku është kombi shqiptar sot, me që sot po festojmë 101 vjetorin e çlirimit nga robëria e gjatë Osmanit? Unë mendoj se sot kemi arsye që të flasim edhe për një ditë të rëndësishme, si është 28 nëntori, po të njëjtën kohë kemi dhe arsye që të shërtojmë se ku gjendemi si popull me këtë përvimin e këtyre ndryshimeve, të cilat janë po ashtu të rëndësishme dhe mund ta përcaktojmë edhe ardhmërinë, sepse e kalumja pa ardhmërinë nuk vlen, dhe kjo është sot për sot na duhet të bisedojmë këtë kohë jo vetëm për të kaluar, por për të ardhmen, se ku do të shkojmë. Megjithatë unë po nalim te atje, po them se sot për sot, do të thotë 101 vjet pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, dhe të njëjtën kohë disa vjet pas shpalljes së shtetit të Kosovës, mund thuhet se historikisht janë realizuar një pjesë mirë e synimeve historike të rilindasve tonë, të konceptit tëne, dhe këtu mund të thuhet se fjalën e kam për që shqiptarët të çlirohen nga robëria bashkëkollore osmane, dhe në të njëjtën kohë të kthehen perëndimit. Ishin këto dy postulate shumë të rëndësishme me të cilat filloi rilindja kombëtare, pa të cilat me siguri se nuk do ta kishim as Shqipërinë si shtet, as Kosovën si shtet të mëvonshëm, por në përgjithësi populli shqiptar në këto hapësine nuk do të kishte një të ardhme, sepse edhe ashtu, edhe me këto përcaktime të historike të shqiptarëve, do thotë që të kthehen qytetërimit perëndimor, shqiptarët e njoftruan shumë sfidave ekzistenciale, nga ato politike deri te ato rrenose, siç ishin programet e hegemonisë serbe mëdha, po edhe greke, për shkatrimin e qenies ekzistenciale dhe natyrore të shqiptarëve, ku ata dhe projektuan dhe nisën 3-4 gjenocide e tjera. Prandaj desha kështu të them me këtë rast se historikisht populli shqiptar ka realizuar një aspirat cilin e projektuan dhe konceptuan rilindasit tonë. Ndërsa politikisht na jemi diku në shpërputhje me këtë pikërisht me këtë synim historik të rilindasve tonë, sepse na ende gjithnjë përvijohemi me një klasë politike, si në Kosovë, si në Shqipëni, e cila nuk është ndërgjegjshme apo e përgjegjshme për gjithë këtë përgjithësi historike, një klasë apo dy klasa politike, të cilat objektivisht birin e shtetit shqiptar dhe birin e Shqipërisë si shtete Kosovë dhe Shqipëri, ma shumë e shikojnë si interes personal, se sa si çështje fundamentale me të cilit lidhet ardhmënia e jonë dhe në përgjithësi e shqiptarëve në këto hapësina. Prandaj desha të them se këtu tash sa i përket shtetit dhe gjithë asaj që na e kemi qujt kapërcim në familjen evropiane, e kemi realizuar. Por është e rëndësishme se si do të asigurojmë atë. A do të jemi në gjendje që në Evropë dhe në këtë qatinë evropiane të hyjmë si popull i cili me të vërtetë e meriton këtë, një popull i antikitetit, para cilit është një histori 4-5.000 vjeçare, një histori e lavdishme me të cilin mund krenohen gjithë ata që sot qëndrojnë mik i qytetnim, një popull i cili i ka dhënë qytetnimit evropian edhe për andrit më të fuqishme, i ka dhënë edhe religionit, i ka dhënë dijen, i ka dhënë edhe mendsinë me të cilën sot tjerët edhe krenohen, por na shqiptarët duhet këtë ta tregojmë praktikisht, sepse Evropa dhe qytetnimi evropian kërkon sot sjellje qytetëruse, kërkon që na ti kthehemi vlerat me të cilat objektivisht duhet krenohemi. Ka një kohë të gjatë që debatohet për identitetin shqiptar, ku shqiptarën nuk pushojnë, do të thotë gjatë gjithë kohës kemi opinione të ndryshme, tema të ndryshme rreth kësaj, dhe çfarë mund të thuash, profesor? Ka tek shqiptarët një identitet unik? Unë mendoj se çështja e identitetit sot ka nevojë edhe të ridefinohet. Ne nuk mund të themi sot për një identitet tillë si e kemi pa ose kanë parë rilindasit para një shekulli gjys. Sot mund të flitet për një identitet shqiptar i cili duhet të jetë kompatibil me identitetin e qytetarisë evropiane. Do thotë me këtë nuk duhet shkojë në dëm të kësaj komponente, sepse këtu shumë kush mendon se
shtetet shqiptare në Ballkan dhe Shqipëria dhe Kosova, po edhe një shtet i arshëm në Maqedoni ku shqiptarët patjetër se duhet të jenë shtet formuesën duhet të harrojnë identitetin e tyre kombëtar. Ne do bitë një farë qytetarie, sepse manipulohet me shumë teza, shumë atë, sepse sot u ka kalu koha identiteteve kombëtare, sot është qytetaria, por harrohet me këtë sepse edhe qytetaria gjithaj që sot flitet edhe për integrimit europian në mbështetet me themelet e një identitetit kombëtar. Do thotë na nuk mund të kemi Evropë bashkume nëse nuk do të kemi Francën me kulturën e saj, Gjermaninë me kulturën e saj, Britaninë e Madhe, po edhe çdo shtet cilat mbështeten edhe kjo është e saj. Këtu pra na mendoj se duhet bëj dallimin mes identitetit si pasqyrim nacionalist dhe identitetit thelbësor që pasqyron një kulturë dhe një qytetnim. Dhe na gjithsesi që këtu duhet t'i kushtojmë rëndësi kësaj. Por këtu megjithatë ato shtohet në një çështje tjetër. Sa po bën Shqipëria dhe Tirana që këto dy shtete në ngërhinën evropiane shkojnë po ashtu me atë që kanë pasuri historike, pasuri shpirtërore dhe pasuri kulturore. A mund të flitet për një kulturë homogjene brenda kombit shqiptar? Unë mendoj se kultura homogjene sot po ashtu si term mund të definohet dhe mund të redefinohet në përputhje me zhvillimet. Ne mund të themi se shqiptarët kanë një kulturë përbashkët historike, kanë një kujtesë historike, kanë një traditë e cila në situata të caktuara megjithatë i ka fituar dhe veçoritë e veta, sepse na dim se vetë mëna për mëna kombit shqiptar, do thotë edhe zhvillimi i gjuhës, zhvillimi i kulturës ka specifikat e veta, i ka veçoritë, i kemi atë që na duhet të konsiderojmë edhe pasoni midis tozgëve, gjegëve, midis veçorive të tjera që janë çështje të përbashkëta të shqiptarizmit. Unë kujtoj se realitetet politike kërkojnë edhe një identifikim të veçantë, por kjo kurse nuk guxon që shkojnë kundër identitetit të përbashkët asaj kujtesës historike. Po tendencën për ndryshimin e historisë që vjen nga presioni i shtetit turk, sidomos i pjesëve ku bëhet fjalë për pushtimin e Perëndrisë Osmane në toka shqiptare. Unë mendoj se sa i përket ndryshimit të historisë, këtu ka keq kuptime dhe keq interpretime. Historia është një shkencë shoqërore, e cila vazhdimisht i nështrohet ndryshimeve për disa arsye, sepse vetveti ajo është në lëvizje sipër, po ashtu dalin fakte, dalin të dhëna të reja dhe në përputhje me to duhet bëhen vlerësimet dhe rivlerësimet. Këtu te na ka një problem tjetër me këtë, sepse edhe ato që sot na i quajmë ndryshime dhe janë të domosdoshme të bëhen ndryshime, nuk nisin nga një konvështrim shkencor dhe historik. Do thotë nuk nisin nga ajo që na jemi detyruar që ta ndryshojmë, ta rishikojmë shumë shkat historisë tonë, sepse ajo edhe sot gjendite një pjesë e saj e madhe është ngarkuar dhe randuar prej klisheve ideologjike, me të cilat dihet gati një shekull ka qenë historiografia jonë. Por janë edhe klishe tjera të cilat kanë ngarkuar historiografinë tonë, veç më as ajo se na jemi edhe më tutje për fatkeq të ngarkuar prej koncepteve serbo-mëdha. Shumë historianë tonë edhe në Kosovë dhe në Shqipëni gjatë shekullit të fundit kanë qenë në ndikimin e mësimeve të tyre, në ndikimin e tyre programeve dhe ka ardhur koha që të lirohemi prej tyre. Pra na kemi nevojë shumë për ndryshime, për korrigjime, sepse ato janë domosdoshme. Por ato duhet të jenë kuptim të rinjohjes, rithjellimit dhe pasionimit të asaj, pasqyrimit të lartësisë sonë, e cila shkon nga antikiteti, vjen te koha jonë, i popullit pra që thashë përpara që i ka kriju perandërinë dhe qytetnimit dhe me këtë duhet të krenohemi, por duhet gjithsesi të refuzohen dhe të përjashtohen ato insistime që janë politike. Na kemi ndëgjuar dhe për ato që kanë ardhur nga Turqia, ka edhe nga Serbia, kujtoj se ka edhe nga Shqipëria, për shembull me mospunën dhe një tendencë që është në Shqipëri disa historianëve që në përgjithësi qendra e shqiptarizmit shikohet jashtë lidhjes shqiptare, prezent jashtë Dardanisë dhe jashtë në gjëra të tjera. Prandaj këto janë nuk duhet pranuar. Këto janë politike dhe këto janë dëmshme. Unë kujtoj se shteti turk
i cili po ashtu synon të futet në integrimet europiane dhe është një shtet i rëndësishëm me cilin Kosova duhet të ketë marrëdhënie të mira politike dhe shtetënore, nuk guxon që të përzihet në historinë e tij, sepse të përzihesh në historinë e një populli as më tepër aty në të jepet receta, kjo thotë që të përzihesh në punë të mëndshme ti dhe nuk është kjo kur famësie. Këtë drejtim pranë mendoj se është detyrë shkencëtarëve tonë, institucioneve tonë, që t'i krijojnë linjat dhe në njëjtën kohë është detyrë e politikës në Shqipëri dhe në Tiranë, që të mos lejojnë që për qëllime politike të kesh përdoret historia dhe historiografia dhe me këtë nuk ka kurrë që mund të kontestohet. Shkencëtarët tonë, historianët tonë duhet të punojnë pra në përputhje me drejtën e tyre që ta rishikojnë dhe të historinë jo që ajo të devalvohet, të degradohet, siç po ndëgjohet, siç po veprohet sot me disa teza të cilat për shembull lajmet të shurtime bëhen nga disa qarsh, veçmas nga ajo Vjenës ku Schmidti për shembull për fat keq sot në Tiranë Shqipëri ka arrit që edhe ta nënçmoj historinë tonë me qasje ndaj Skënderbeut, ndaj mesjetës e tjera, ku shqiptarët shihen pikërisht në përputhje me programet e hegemonisë serbëmbasi, popull arrasak, popull pa histori, popull pa zullumçare tjera. Prandaj këtu mendoj se është punë e shkencëtarëve. Nëse shkencëtarët janë vendosur, mendoj se asnjë politik nuk do të ketë guzim të prek dignitetin dhe autonominë e shkencëtarëve. Nëse shkencëtarët, siç po ngjet për fat keq në Kosovë, në Shqipëri, në disa institucione kanë nështru politikës, janë kthyer në një farë mënyre në shërptorët tyre, në jeniçerët tyre, atëherë me siguri se do të jo vetëm politikajt nga Turqia, po edhe nga Maqedonia, nga Bullgaria dhe kushdo ndoshta një ditë nga Taxhikistani vinë në ndërhyn historinë tonë dhe me këtë tregojnë se ne nuk e meritojmë atë shtetin. Ndoshta këtu lidhja fetare bën që një grup të përkrahë një ide të tillë. Nuk është problemi të lidhja fetare, mendoj se çështjet e feve dhe çështjet e përgjithësisë lidhen me identitetet fetare, i ka zgjidhur, i ka shpjeguar në mënyrën më të mirë dhe më të drejtë, i kanë shpjeguar lindas. Trilindja kombëtare ka filluar atë që na sot e quajmë një sukses madh historik mbi atë se feja shqiptare është shqiptaria. Me këtë nuk është në çmuar as ta kalu identitetet fetare të na janë pjesë e identitetit kombëtar dhe asnjë kundrim jashtë kësaj qasje nuk duhet leju, sepse është ahistorik, është anti-shkencor dhe të njëjtën kohë është antikombëtar dhe anticivilizues, sepse po që se shqiptarët që kanë pas 3 religione, po religione të cilat po ashtu kanë qenë shumë të buta në kuptimin e dogmave tyre, do të futen në kësi lojë, atëherë faktikisht shqiptarët do të futen në një krizë të mëndshme, identitare, për cilën kanë punu shumë gjatë edhe serbët edhe anëmiqtë e shqiptarëve për 100 sa vjetë, edhe këtë konceptet të të në kundra identitetit tonë, kundra drejtës që ta kemi shtetin tonë, kundra drejtës që të lidhen me antikitetin si populli vjetër, pikërisht janë ndërtuar me këtë segment se shqiptarët janë popull që nuk e respektojnë besimin, që besimet i politizojnë, dhe kështu është manipuluar dhe me islamin dhe me tjera. Të më kujtoj se të na ka ekzistuar dhe ekziston bashkëtesa e religioneve, ajo ka të bëjë edhe me kulturën tonë, me antikitetin e tjera, se nuk ka pikë për qiellit një tolerancë e tillë, por kjo nuk duhet lejohet politizohet, për fat keq sot po politizohet, politika në këtë drejtim duhet të jetë shumë e përgjegjshme, të mos lejojë që militantët e ndryshëm saj ta shfrytëzojnë njërin apo tjetrin religion, që për fat keq po ndodh për arsye zgjedhore, por kjo të ndohet. Na jemi shtet sekular, dhe duhet të respektu secilin besimtar, secilin besim, por jo që aty në të jepet hapësina që të përzihen politik, përzihen kulturë, përzihen shtet. Të kalojmë temë, zoti Borxhovi, sipas jush ku është kultura shqiptare sot? Na thamë edhe përpara, kultura shqiptare është ajo që na shqiptarët e pasqyrojmë në jetën tonë përditshme, nga sjellja jonë si qytetar, nga sjellja jonë si qytetar të cilët dëshojnë dhe synojnë të integrohen në qytetërimin evropian, por kultura jonë megjithatë pasqyrohet edhe në jetën e përditshme, pasqyrohet në atë se si na respektojmë
ligjin, se si respektojmë shtetin, se si i respektojmë ato tradita dhe gjithë ato të cilat kanë qenë pasionie jonë dhe në një farë mënyrë kanë majtë kohezionin e brendshëm, peshmezat e shpirtërore dhe rrethanat më të mëdha të krizave. Do të thotë, kultura jonë është mbështetur në një sistem vlerave, dhe ai sistem vlerave tash kur e kemi shtetin, por e kemi dy shtete, duhet të kultivohet më tutje dhe duhet të shkohet ka një koncept se qytetari njëjtën kohë është edhe patriot. Dhe patriotizmi duhet të mbështetet në qytetarinë, se shteti duhet ndërtohet, shteti ndërtohet me sjelljen tonë, nga shtëpia deri te institucione, deri te rruga dhe deri te pasqyrimi i jashtëm, e jo që të merret prej shtetit të shtetit kthehet në një tezg ku prej tij duhet të merret dhe asgjë të jepet. Prandaj unë kujtoj se këtu ka nevojë që të bisedohet për kulturën. Kultura shkon nëpër institucione në plan parë, jashtë arsimi, janë mediumet dhe gjithë ato të tjerat që ka nevojë për këto të bisedohet në një formë shumë më thellë se deri tash. Doni pak të letërsia, si shihni letërsinë shqipe sot dhe trendet e zhvillimit të saj? Po letërsia shqipe në përgjithësi nuk mund të ndaj fatin nga ka përcjellët historike në për të cilat ka kalu. Është thënë dhe thuhet se letërsia dhe krimtaria në përgjithësi motivohen nga krizat, sepse krizat rrëndom krijojnë vepra të mëdha, po kjo nuk do të thotë që duhet të jetë gjithnjë e tillë. Është vërtet se na kemi kaluar për krize, kemi kaluar për çaste shumë të rënda, ku gjithmonë jemi përballuar me atë me jetu ose me jetu, me dek ose me qenë gjallë e tjera. Por na nuk kemi për fatkeq sot për shembull pasurimin e një gjendje të tillë në për cilin kemi kaluar. Do thotë se edhe letërsia në këtë tranzicion nuk ja ka dalë për shembull që t'i kthehet vlerave të veta. Na kemi disa shkrimtarë që megjithatë punojnë, por mendoj se nuk janë ne krimtaria që e kemi nuk është përputhje me atë që na do ta dëshironim. Tek e fundit na kemi shkrimtarë të ri, dhe shkrimtarë të ri janë ata cilët do duhet ta bartnin përpara këtë përkushtim, por mendoj se sot shkrimtarët janë klasa ma diskriminuar. Ata faktikisht në shoqëni janë në një gjendje ku shumë prej tyre në raste sociale, për fatkeq që shoqënia jonë nuk ka arrit për shembull një përkujdesje që ka qenë diku institucionale, ndoshta edhe dirigjuar ndaj shtresës krijuesve në rrethanat e ideologjisë, ta kthejmë në mbikëqyrje të vlerave ku shkrimtari i mirë do të ketë treg, do të ketë qasje, po këto janë probleme të cilat gjithsesi mund të shtrohen, por them se duhet krijohet një mirëqenie e përgjithshme, duhet krijohet një rregull, duhet që krijuesve të kthehet tretmani i qytetarëve dinjitetshëm që ata të krijojnë dhe të punojnë. Profesor, ju keni kritikuar shpesh herë institucione shkencore. Pse ato institucione kaq në pozitë të keqe thuaj se janë dhe nuk arrin të kenë një ndikim më të drejtpërdrejtë në shoqëri? Unë mendoj se është detyrë secilit intelektuali krijues të kritikojë edhe politikën, edhe shoqërinë, edhe çfarëdo që duhet kritikohet, por kjo kritikë do të thonë duhet të jetë pozitive, kritike drejtë. Unë mendoj se ju thatë se shkenca dhe këto janë në gjendje të keqe. Unë mendoj nuk janë në gjendje të keqe. Kur në gjendje më të mirë materiale nuk janë se sa për shembull institutet tona. Qoftë shikoni ndërtesat e tyre në Akademinë e Shkencave, është një ndërtesë më e bukur si objekt në Evropë. Institutet e albanologjisë o historisë kanë shumë bashkëpunëtorë, kanë rruga shumë mirë, me sa diun stimulohen shumë mirë, edhe qeveria e Kosovës jep shumë për ta, por nuk jep që ata të punojnë. Këtu është një problem shumë. Çfarë japin ata për shoqërinë? Këtu është edhe absurde, sepse na kemi një shkencë institucionale të stimuluar, ka kushte jashtëzakonisht mira. Pra po them se nuk e kanë as akademitë evropiane ndërtesa që kanë edhe institutet evropiane nuk kanë as bashkëpunëtorë sa kanë institutet tona. Por çfarë është prodhimi i tyre? Mendoni për jashtim, për shembull,
kur kemi të bëjmë me çështjet fundamentale që kemi si përmendën këto të historisë, unë po flas për këto shoqënore më shumë ku mund të kemi një kompetencë, nuk kemi kurfar prodhimi. Përkundrazi, shikoni Akademia Shkenca Serbe dhe Serb në përgjithësi institucionet, ata vazhdojnë me prodhimin e veprave antishkencore dhe që ku propagandon Serbia e Madhe tjera, bile me intensitet edhe më të madh se ato gjatë krizës lindore atje, kur ata kanë kriju projekte nga Garashani dhe Qosiqi. Ata vazhdojnë ta plasojnë atë se Kosova është qendër mesjetare serbe, prodhojnë gjithfarë argumente rreme tjera, këto i plasojnë në gjuhë të huaja botnore dhe natyrisht se ka edhe ndikim politiken botnore, pastaj ne këtë ndërkohë. Po flas për këto 10 vjet kur kemi pas mundësi, nuk e kemi asnjë libër që që do ta tregonte për shembull diçka objektive nga historiografia jonë, por asnjë libër që do t'i kundërvejnë sado pak një objektive kësaj propagande. Bile unë ndëgjoj edhe shumë gjëra që janë çuditshme nga disa akademikë tonë në Fojza, cilët thonë se po na nuk do t'i kundërvejmë Serbisë, na nuk jemi shovinistë, gjëmoristë, nuk është fjala këto t'i kundërvejësh. Është fjala ta mprosh historinë tonë, shuj veprat tua, ne kemi shtetin, kemi historinë tonë. Dhe jo të heshtim dhe ne më të gjoja se na nuk po dojmë fesate ballkanike tjera që kanë përtu gjoja serb, na të heshtim. Bile ka shumë tendencat negative se edhe ata që punojnë në mënyrë të pavarur të anatemohen, të quhen jo historian, të quhen tjerë nga këta akademik në Fojza, cilë shumë për të nësion as historian, po marrin drejtën flasin për histori e tjera, dhe ky është një problem i madh. Unë mendoj se qeveria jonë dhe politika në përgjithësi, edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, duhet shikoj përputhje me ligjin që të shikoj këto akademi institucione, të rishërtoj punën e tyre, të reformoj, se kështu që janë nuk ka kuptim për një më ato të marrin as shumë parë, të vjelin shumë taksat e qytetarëve tonë dhe të mos prodhojnë kurrë. Bili na kemi shembullin më drastik se Akademia Shkencave të Kosovës e pranon në Akademinë një historian, kvazi historian si Masmeir Shmitin, i cili ka bënë një doracak pamfletist për Kosovën, urdhënoni atë keni edhe tragishini, ku e fyn edhe historinë tonë, dhe i pranohet si akademik. Bili ata krenohen disa për tyne, por në ndërkohë mas 2-3 javë dalin e kritikojnë mas asaj se u pasë çfarë ishte, edhe tjera. Këto janë absolut vërtetë se këtu do të thotë jo vetëm që nuk punohet, por një pjesë disa historianëve po edhe akademikëve tonë janë të interesuar që Kosova të mbetet në kronizat e historiografisë serbe-madhe, të mos trajtohet asgjë dhe të mbetet peng i atyne mensive me të cilat na objektivisht nuk mund të shkojnë më tutje. Dhe për fund profesor, desha të pyesë si e shihni Kosovën sot në këtë periudhën 14 vjeçare, do të thotë pas luftës dhe si e shihni nesër. Unë mendoj se prapë do të në lidhim me atë se Kosova dhe Shqipëria përgjithësi si shtete, pavarësisht se të ndame, paraqesin një të arritur historike dhe janë përputhje me atë që rindesit tonë projektonin që etnia shqiptare pasi që qiroi prej sundimit pas shekullor Osman, të jetoj lirë, të jetoj në qatin evropian, të jetoj me kulturën dhe civilizimin evropian, ku ka qenë prej shekush dhe ku e ka dhe djepin e vetë. Këtë aspektën mendoj se këto dy shtete janë paraqesin një të arritur të madhe historike. Por, kjo nuk do të thotë se me këtë ka përfundu e gjitha. Përkundrazi, Kosova dhe Shqipëria sot ndodhen para një sfidës shumë të madhe që të dëshmojnë politikisht, të dëshmojnë me aspekti kulturor, civilizues se e meritojnë Evropën, se e meritojnë dhe atë ndërhyrjen ushtarake që perëndimi e bani që Kosovën ta çliroi nga gjithë ajo dhunë serbe-madhe e cila i rrezikoi ekzistencën me shkatrim fizik e tjera, dhe në këtë aspekt në kujtoj se ka shumë për të bërë. Si përfundim mund të them se klasa politike në Tiranë dhe në Prishtinë nuk është ende përgjithshme, nuk është e vetëdijshme se ndodhet para një sprove historike, se populli shqiptar nga sjellja e saj mund të vonohet, apo mund të ngadalësohet, apo mund të ndalet hymja në qatin në familjen evropiane. Kjo klasë politike në mendoj se sot ma shumë se kur duhet mendoj se idealin e shtetit nuk duhet ta kthejmë me idealin e glabërimit shtetit. Shtetin e kanë bërë idealistët dhe shtetin mund ta mbrojnë idealistët.
shtetin mund të rrenojnë ata cilët nuk e kanë shtetin dhe sjellin në mënyrë papërgjeshme. Tash për tash, unë mendoj se kemi këtë dytën më shumë, dhe është koha fundit që politika në Kosovë dhe politika në Shqipëri t'i kthehet idealit të berës së shtetit Kosovës, sepse na jemi në një proces historik kur jemi kthy gjeografikisht në Evropë, por tash duhet politikisht edhe shpirtnisht të kthehemi në Evropë ku kemi pas vendin dhe ku duhet ta kemi vazhdimisht. Profesor, faleminderit shumë që ishit me ne dhe ndatë kohë që jeni pjesë e programit të Forcë Shandell me rastin e 28 nëntorit. Mirë se dashur ishim me profesorin e nderuar Jusuf Bozhovi, ju vazhdojnë të qëndrojnë me te pranë ekraneve televizive Forcë Shandell, do të kthehemi pas pak me temat e tjera.